Procesi ka filluar sipas të gjitha planifikimeve në shkollën fillore të mesme të Ulut Emin Duraku, qendra e votimit numër 0209. Shkolla jonë, pra shkolla fillore Emin Duraku, është qendra votimit 0209, e cila ka gjithsej 10 klasë vend votimi me 8961 votues. Ka filluar, çdo gjë në rregull, në ora 7, me materiale, me organizim punës, kam filluar të vinë, votues dhe deri në ora 9 janë gjithsej 174 votues, që në krahasim me datën 9 nëntor është më i madh. Nga kjo qendër e votimit është bërë ditur se deri në ora 9 kanë votuar 174 votues, që krahasuar njëjtë me KTK, në zgjedhjet lokale që u mbajtën me 12 tetor të këtij viti, dalja në votime është më e madhe. Tutje është bërë ditur se gjithçka po shkon normalisht.